Kompleks tjetër banimi, pra forca zjarësikse po luftojnë me dy fronte zjarri. Në zjarrin fillestar, pra në pamjet e drejt për drejta që kemi në këto momente, por edhe në pjesën e pasme të pallatit ku ndodhet e kompleksi tjetër ngjitur, i cili rrezikon gjithashtu të përfshihet nga flagët, banorë të shumë qytetarë të cilët kanë banesat e tyre në këtë kompleks banimi ndodhen pranë vendit të ngjarjes me shpresën që zjarri të shuhet sa më parë pasi apartamentet e tyre janë përfshirë nga flakët. Në këto momente, pothuajse gjithë shërbimi zjarfikës i Tiranës ndodhet në vendin e ngjarjes, sapo ka mbërritur edhe një helikopter i ushtrisë, i cili do bëjë të mundur shuarjen e flakëve duke hedhur ujin, që duket nga pamjet e drejt për drejta, po përdoren të gjitha mënyrat për shuarjen e flakëve të zjarrit. Një helikopter i ushtrisë të forcave të armatosura sapo ka hedhur pra ujë nga ajri në pjesën e sipërme të këtij pallati me qëllim shuarjen e flagëve. Ja, këtu janë pamjet e drejt për drejta të helikopterit të ushtrisë, i cili sapo ka nisur pra hedhjen e ujit në drejtim të fasadës së jashtme të pallatit, po ashtu dhe forcat zjarfikse ndodhen aty pranë, por flagët vijojnë të përhapën dhe ende nuk po neutralizohen nga shërbimi zjarfikës, i cili po bën të pamundurën për neutralizimin e flagëve të zjarrit. Në vendin e ngjarjes ndodhen të gjithë strukturat shtetërore, siç e thash, policia e shtetit dhe gjithë strukturat e policisë së Tiranës, kanë mbërritur edhe forcat RNEA, forcat e ushtrisë, shërbimi i zjarfikës, të gjithë emergjencat civile ndodhen edhe në vendin e ngjarjes pra për të bërë të mundur shuarjen e flagëve. Siç kemi thënë edhe më parë, në vend të ngjarjes ndodhet edhe ministri i Brendshëm Besfort Llamallari, i cili po ndjen nga afër punën e të gjithë shërbimit zjarfikës me qëllim shuarjen e flagëve, të cilët po luftojnë. Madje ka pasur edhe zjarfikës të cilët kanë mbetur të lënduar si pasojë e tymit të flagë dhe flagëve janë asfiksuar si pasojë e tymit dhe kanë shkuar të marrin dhe ndihmë mjekësore në spital. Her pas here pandi zjarri merr përmasa të mëdha. Siç duket para pak minutash u duk sikur situata po normalizohej, por siç duket nga pamjet e drejt për drejta, zjarri ka nisur sërish pikërisht në katin e 5, kur një vatër zjarri ende nuk po neutralizohet nga shërbimi i zjarfikës. Shpresojmë që të shtohen forcat e ushtrisë nëpërmjet helikopterëve, që të cilët të hedhin ujë pra nga pjesa e fasadës së jashtme me qëllim pra neutralizimin e përmasave të jashtëzakonshme të këtij zjarri, i cili është një nga zjarret më të mëdha që ka përfshirë së fundmi pra një kompleks banimi, një pallat banimi në kryeqytet në vendin tonë. Kujtojmë që rreth 2 vite më parë u përfshi një pallat në zonën e Ish Parkut, por edhe në atë kohë pati pra një favorizim të përhapjes së flagëve si pasojë e fasadës së jashtme, pra të materiale me të cilën është ndërtuar sistemi kapot, e thonë në gjuhën e ndërtimit, ku siç duket edhe në këtë kompleks banimi, pra sistemi kapot i këtij pallati, pra materiali me të cilin është ndërtuar fasada e jashtme, si duket e favorizon përhapjen e flagëve dhe prandaj bën të pamundur dhe neutralizimin e flagëve, ku pothuajse që kemi thënë drejt për drejt i gjithë shërbimi i zjarfikës si Tiranës ndodhet në vendin e ngjarjes, po ashtu në ndihmë kanë ardhur edhe shërbime zjarfikëse të qyteteve të tjera